Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se erdhët. Përsëri jemi sot së bashku edhe për një tjetër recetë. Sot kam vendosur që së bashku të përgatisim disa ëmbëlsira. Po bëjmë gati disa biskota ose gurabia. Por këtë radhë do t'i bëjmë pak më ndryshe. Do t'ju shtojmë një shije tjetër dhe me të vërtetë bëhen të mrekullueshme. Ju sugjeroj që t'i provoni dhe t'i shijoni për një pasdite të këndshme bashkë me familjen e juaj. Fillimisht, për të recetë gurabive, do të keni nevojë për një puding. Pudingu duhet që t'jetë me aromë të frutave të pyllit. Mund të përdorni edhe tjetër lloj pudingu, por me këtë lloj do të marrin një ngjyrë më të bukur gurabijat. Në total do të shtojmë një paketim me puding. Tani vazhdojmë që brenda të shtojmë 125 gram gjallë ose margarinë në ambient dhome, i cili është zbutur më spaku për 2 orë. Unë po përdor gjallë të pakripur, por lirisht mund të shtoni edhe margarinën. Vazhdojmë tani që brenda të shtojmë 100 ml me vaj. Për ta mbledhur brumin, brenda shtojmë edhe një vezë të plotë. Shtojmë vetëm 2 lugë gjelle me sheqer pluhur, një pako pluhur për pjekje 10 gram. Dhe tani vazhdojmë që ta shtojmë mielin. Siç ju them gjithmonë, bëni kujdes me mielin, do t'ju them përsëri. Mielin e shtoni pak nga pak dhe duke e kontrolluar. Do të shtojmë dikon për afërsisht 400 deri në 500 gram miell, por e shtoni pak nga pak dhe duke e kontrolluar. Dhe vazhdoni tani me dorë, duke përzier dhe duke formuar një brum mesatarisht të butë. Nga pudingu që e kemi shtuar, ky brum do të na bëhet me ngjyrë. Dhe brumin e kemi gati. Nëse brumi juaj nuk ka marrë një ngjyrë të ndezur, kështu si ke, mund t'i shtoni edhe pak ngjyrues për ëmbëlsira në ngjyrë të kuqe. Por nëse jo, nuk keni në shtëpi ngjyrues, mund t'i shtoni edhe gjysmë paketimi nga pudingu që e përdorëm, sepse disa lloje të pudingut kanë më shumë ngjyrues, disa tjerë jo. Marrim tani një tepsi për pjekje. Poshtë tepsisë për pjekje gjithmonë shtroj letër për pjekje. Dhe nga brumi që përgatitëm, vazhdojmë ta bëjmë në forma. Mund ta bëni në formën e juaj të preferuar, por unë do t'i bëj në formën standarde rrumbullake dhe pasi të pjekjen do t'i dekoroj. Vazhdojmë tani pjekim në furrë të parangrohur në 200 gradë, dikon prafësisht për 16 deri në 18 minuta. Dhe gurabijat i kemi gati. Pas 16 minutave në furrë, duhet të duken kështu. Pra janë krisur bukur, janë pjekur bukur. Lejojmë që të ftofen dikon për 10 minuta përpara se t'i shërbejmë. Por unë sipër sot do t'i dekoroj pak. Ju nëse doni, mund t'i lini edhe kështu si janë dhe të vazhdoni t'i shijoni. Për t'i bërë ato që duken më bukur, unë këtu kam marrë një lugë gjelle krem fëstëku dhe kam shkrirë në avull. Por ju mund t'i dekoroni edhe me çokoladë të shkrirë, me Nutella, gjithçka sipas shijeve të juaja, ose t'i lini ashtu si janë. Dhe të dashur miq, në këto momente gurabijat janë gati. Dhe unë do të vazhdoj që t'i shërbej me një kafe për një pasdite të bukur në balkon, pasi tani edhe jemi në pranverë dhe kafja na shijon më shumë në balkone ose në obore. Vetëm t'ju demonstroj edhe nga afër se si na kanë dalë gurabijat.